Vazhdojmë tutje me programin Radar, dhe është një moment qetësie që duhet ta kishim të gjithë dhe të ndëgjonim fjalë të arta nga një prej sociologëve më të mirë në vendin tonë, e që është miki joni tashmë, zhurma edhe ndryshimet që u bën pas deklaratave të tij për sëmbari të shumë sisteme në shkolla ose të prindve ose të vetë fëmijët. Pa fund, japëm duart trokitje sociologut që unë sot e kom studio prap, Jeton Brajshori. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjej Edit, është gjithmonë vi me kënaqësi në misionin tuaj dhe gjithë ato të arritura i kemi bërë së bashku. E kemi folë këtë pjesë, mbesin duart trokitjet vetëm të profa që aq bukur e tha, aq qartë e korrekt dhe që unë sot gëzohem kur takoj plot fëmijë dhe më tregojnë që nuk kanë loja të rrezikshme në tabletat ose në ato telefona që kanë pajisje teknologjike. Dhe jam e lumtur që bashk nëpërmjet radarit të përçum këtë mesazh. Do të flasim sot për një temë tjetër të ndihshme, që është më e përgjithshme, e që është problematik jo e fëmijëve, po është e jona, prindrimi. Po fatkeqësisht qofse kemi parë në kohët e fundit kemi shumë probleme sidomos me moshat e adoleshencës dhe ne e dim që e kemi përsëritur e ditë disa herë që familja është baza dhe ne si prindë kemi rolin kryesor në edukimin e tyre, pastaj vjen shkollimi ku duhet i marrin disa hapa tjerë, mirë, po edukimi dhe kultura është në familje. Është temë e ndjeshme dhe ne si familje kemi të lashe apo ja qëllojmë, as po ja qëllojmë. Çka thu për ata prindë që i kanë fëmijë problematike dhe thojnë, valla asun s'po di çfarë më bëmu. Këtu është problemi kryesor, për shkak se i kemi pa dhe unë edhe ti shumë videon të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale ku fëmijë ushtrojnë dhunë të bashkëmoshatarët e tyre dhe unë kam pas një rast personal, një prind të cilin e njoh personalisht dhe ka pas rastin e tillë dhe i cili tregon se kur shkon me bisedu me prindin e tij për shkak të problemeve, domethënë ai është inqizu, është dalë në TikTok video dhe prindi thjesht thotë që nuk po kam asun çka më bë, s'di çka me bë me ta, edhe me kaq përfundon përgjegjësia e tij, gjë që është shumë gabim. Ne ndoshta duhet t'i qasemi një herë se si të krijojmë familje nga starti, nëse kemi kohë të elaborojmë pak sa i përket kësaj çështje. Gjithmonë si çift i ri, kur ne planifikojmë familje, duhet me pas parasysh edhe disa gjëra. Duhet me pas aspektin emocional, duhet me pas aspektin fatkeqësisht edhe financiar, mirë që këta prindët tonë s'na kam pyet për këtë dytën më herët, për shkak të kushteve që i kam pas, për shkak se ka ngrit natalitetin dhe në kohët vështira të cilat kemi jetuar, një numër i madh i popullatës së re ka qenë e nevojshme. Mirë, po sot kohrat kanë ndryshuar dhe planifikimi i familjes duhet bëhet. Nuk mundemi ne sot me bë fëmijë dhe me thonë hajti qas më hall që ato luajnë të ditën edhe me kaq përfundon përgjegjësia jeme si prind. Në aspektin emocional, pra një çift i ri duhet të ulët të bisedojë me njëri tjetrin, së pari duhet me pas dashni në atë familje, duhet me pas dashni për atë fëmijë i cili vjen në jetë, për shkak se më pas në qoftë se nuk po ka dashni, atëherë po ka edhe probleme, po ka dhunë në familje, nuk ka seriozitet të mirët me të secili ja lën foj njëri tjetrit, përgjithësia ka lënë ndoshta edhe të gjyshërit dhe gjyshet që shpesh thojmë, okay, këta i kanë lasdëruar, gjë që nuk është arsyetim, se nuk mund gjyshe dhe gjyshja i duan një për të mbesat, po nuk i lasdërojnë. Prindi është prapa i cili e ka rolin kryesor në edukimin e tyre, pra dhe në këtë aspekt ne duhet të koncentrohemi në prindërim të mirë. Çka ne kuptojmë me prindërim të mirë? Mi dhon dashni fëmijës, me bashkëbisedu me fëmin, mi dhon përkrahje emocionale dhe ne si prind duhet të adaptohemi me stilin e rritjes së tyre. Në qoftë se është në periudhën e adoleshencës, të jemi pak më të mirë kuptueshëm, të bashkëbisedojmë me ta për problemet e ndryshme, mirë po jo të jemi strikt për shkak se disiplina e tepërt të kalon në diktaturë dhe diktatura vetëm sa e prish fëmin edhe më shumë. A është ma efektiv prindrimi, e kom një prej pyetjeve që kisha dashur mu lidh, autoritar, demokratik, apo lehtësues për rritjen e një fëmije të suksesshëm? Shiko, unë shpesh kam pa raste edhe në bashkëbisedim me plot persona të cilët kanë qenë prind autoritare, kam parë që ka qenë gabim. Për shkak se prindërimi autoritar, shishani, në momentin që ne jemi shumë autoritar, atëherë mundet me ardhë edhe deri te dhuna sa i përket fëmijëve.
Unë kam me x rastet e cilat i kam parë vetë dhe i kam studiu vetë, ku fëmijët e cilët kam përjetuar dhunë, e bojnë problemin shumë ma letë se ma herët. Për shkak se imunizohet në atë dhunë. E bën problemin ma letë se thatë, okej, i ha 2-3 shuplaka dhe me ka shkryhet. Do me thonë, aje logarit para prakish fëmija se çka ka me ndodhë me të, dhe në këtë mënyrë pra është e dëmshme të ketë autoritet edhe dhunë vazhdueshme. Mirë, po gjithmonë me bashkëbisedim nga fëmijëria, duke i tregu gjërat e cilat mund të jenë gjërat e cilat ndikojnë në personalitetin e tij kur të rritet, se si ai personaliteti i tij do të afektojë jetën e tij, familjarëve të vet, rrethit dhe shoqërisë, dhe në këtë mënyrë me bashkëbisedim, jo me pyetje përgjigje, po bashkëbisedim, jo e bën këto, as e bën ato, e bën këtë, për shkak se ato janë pyetje sugjestive dhe nuk i jep hapësirë fëmijës me diskutu me ty. Fëmija duhet të trajtohet pra deri në moshën e adoleshencës, pothuajse sikur mbretit i plotësohen disa gjëra, mirë po të ketë limite dhe të ketë kushte që ti tregohet në mënyrë të qetë se këto gjëra nuk bëjnë, dhe për këtë mënyrë pasojnë dënimet jo me dhunë, po dënime nuk dalëm me shetit, nuk e blem këtë gjë, apo dënimet leta. Çka do që momentin që dhuna hyn, aty atëherë e kemi prishur personalitetin e tij dhe tregova që fëmia ka mi bë probleme të mëdha. Në 2025, na mundemi me i rrit fëmijët të e marrë shembull prindin ton? A ka ndryshu prindrimi? Jo, definitivisht ka ndryshu, po definitivisht ka ndryshu. Unë shpesh shiko, soj po nisna nga prindi jem, do me thonë. Unë jem fëmija i 6, ma i vogli. Dhe atëherë ka qenë situata më ndryshe. Prindi ka qenë që ka punuar për shkak të kushteve të cilat kanë qenë me herët, nana është dashur të rrit 6 fëmijë, për shkak se ke pas fëmijë shumë në shtëpi, të shkollohen, të bëhet buk gjërat e tilla, mirë po atëherë ka qenë më ndryshe, se ka qenë mentaliteti pothuajse i njëjtë, ka qenë një solidaritet që Emil Durkheimi e quan mekanik, ku secili kemi qenë pothuajse të njëjtë, qoftë në aspektin financiar, një standard ka qenë. Edhe sot është diçka tjetër. Sot nuk mundemi ne mi bë 6 fëmijë dhe me thonë hajde se i rrit valla, se fëmijës risku nuk ja hu paskush, nuk vdes kjo mo, tek ne për shkak se ka gjërat të tjera. Fëmija sot lyp standarde më të mira, lyp kushte, të veshët mirë, të ketë një të laptop, një iPad apo diçka, dhe në këtë mënyrë Çështja shpjegojmë një fëmijët që jashtë ekzistojnë shtresa të ndryshme sot. Këtë të lashe kom pas vetë ndaj dhe po ndërhy. Çështja shpjegoj se ka një lyps në rrugë, ka një njeri që ka pishin në shtëpi, kinema, dhe ka një tjetër që jeton normal. Në çfarë gjuhë? Tek ne shtresa e mesme është në zhdukje sipër. Fatkeqësisht, e kemi shtresën e varfër dhe e kemi shtresën e lartë. Pra, në këtë mënyrë i përmend edhe lypsarët. Ekzistojnë edhe 3 lloje të tyre. Shumica fatkeqësisht janë fëmijë. Lypsar, lëmosh kërkues dhe punëtor. Lypsar është kur një person vjen dhe të kërkon i ke po para në rrugë ti lyp, thot am i 10 cent, 20 cent. Lëmosh kërkues është kur e çet një letër përpara dhe nuk fol. Kush do që dënë, po, 10-20 cent, kush do që ka dëshirë, nuk është që ta imponon mi dhonë, po vetëm ullet edhe pretë. Ndërsa punëtor janë këta të cilët i kemi pa të semaforat që dojnë me bo një farë punën në mënyrë që thjesht pe bëj punën që të paguhem, jo që po të kërkoj as lëmosh, as jam lypsar. Pra, fatkeqësisht, sot është shumë e pamundur me javë spjegu fëmijëve në detaje. Për shkak se është interesant se edhe fëmijët sot duke hyrë në rrjetet sociale, duke parë gjithçka, thotë çka ka ndodhur me këtë fëmijë. Ka të pamundur me nënkuptuar që ndoshta ky fëmijë është i trafikum, ndoshta prindërit i ka të ndarë, ndoshta prindërit i ka edhe të vdekur dhe dikush e keq përdor ata në rrugë. Fatkeqësisht edhe institucionet nuk është që kanë kryer punën e tyre si duhet, sa i përket këtyre themi kushtimisht punëtorëve të cilët punojnë tek semaforat, mirë po mjav spjegu standardin fëmijëve në qoftë se fëmija i ka kushte të mirë, atëherë ai nuk e kupton. Po është çështje te ne prind duhet me nalë dhe mi thonë, shiko, duhet me pas empati edhe për këta fëmijë. Ndoshta kanë kushte të vështira financiare, ndoshta janë të shtyer nga çfarëdo halli që të dalin dhe të kërkojnë gjëra të tilla. Mirë po ne si prind e kemi për detyrë t'ju shpjegojmë që duhet të kemi empati për secilin. Qoftë çfarëdo moshe, qoftë çfarëdo statusi social që e ka,
një prind fëmin duhet me mësu të jetë empatik. Momentin që ai ka empati, atëherë emocionit i ka ma ndryshe, i shëgjerat ma ndryshe dhe është shumë pak i prirur pra të futet në probleme. Të kthehemi te ligji për prindrit e papërgjegjshëm. Keni kërku këtë ligj. Pse duhet ta kemi? Absolut, e kanë shumë shtete. Okej. E kanë shumë shtete, në qoftë se dikush i ka ma liberal, dikush i ka pak ma të vështirë, pra dikush e ka që prindit pra duhet të dënohet me para, mirë po në qoftë se i referohemi për shembull këtu tek ne, nuk është që ka një gjë të tillë, duhet me urgjent të bëhet. Unë po ja rikujtoj një rast, pra kemi parë vjet ka qenë një vrasje masive në Serbi, pra në një shkollë, e kemi parë të gjithë, dhe para një muaji ose 2 muaj, nuk e di saktësisht, baba i vrasësit është dënuar me 14 vite e gjysmë burg, ndërsa nana është dënuar me 3 vite. Për shkak se baba, qysh si i vogël e ka marrë fëmin dhe kanë shku në poligon qitje, ka mësu si të përdoren armët, si duhet të gjuaj, ndërsa nëna i ka marrë vetëm 3 vite për shkak se prap është dashur që të jetë më kujdesshme dhe mos ta lejoj fëmin që të shkon me babën e vet dhe të promovoj dhunë në poligon qitje. Pra, 14.5 i ka marrë babai, nëna i ka vetëm 3. Edhe tek ne duhet me pas rastet e tilla. Pra, kur prindi pa përgjegjshëm, fare duhet pra të dënohet, qoftë me para, qoftë edhe me burgim. Kemi pasur në shumë raste, tek ne e kemi pasur rastin e Podujev, ku një iri e ka humbur jetën duke u goditur me shkopin nga disa të rinj, dhe unë mendoj që ata fëmijë është dashur të studiohen, të shihet gjeneza e problemit dhe normalisht që prindrit pra duhet të jenë përgjegjës për këtë punë. Sa interesant, se pastaj edhe bara dhe përgjegjësia e prindve, Jema edhe i ajo kujdesshëm, pyetja, po. valla nuk po di mo çka mi bo, Po, bin e të tash e gjitha din poshtë. çka me bo, ma herët. Tash e din mirë çka. E din çka kemi bo. Po, se në qoftë se i ka lënë 14 vite në burg, atëherë thjesht. A keni bo kërkesë zyrtare për këtë ligj? Jo, se jemi me disa kolegë, do me thonë, të përpilu diçka, qësaj përket kësaj, realisht me Vebi Mujkun, i cili ka qenë drejtori i punës sociale dhe është një njësi i mirë i punëve sociale, bashkërisht me të, pra jem duke bërë përpjekje që të bëjmë një gjë të tillë dhe shpresojmë që ta kemi edhe mirë kuptimin e deputetëve kurdo që zgjidhet legjislacioni i ri. Cila është mënyra më e mirë me disiplinu një fëmijë pa shkaktu trauma emocionale, është si pyetje për çka na e folën, po më duket që bashkëbisedimi është versioni më i mirë. E çka kur kemi fëmijë shumë emocional, si puna ime me Akilin? Kur kemi fëmijë shumë emocional, shikoni, e di momentin që ti je prind i mirë, nëse ti ke pas fëmijërinë tonë të mirë, atëherë din më u ços. Mirë, po është interesant se gjenerata jam, edhe nëse s'kemi pas fëmijëri shumë të mirë, ne e dim se çka është mos me pas për kujdesje prindërore dhe mos me pas ndonjë standard më të mirë. Edhe ne tani me gjenerata jam vetëm se këtë aplikojmë të fëmijët tanë, duke i plotësuar disa kushte të cilat ne nuk i kemi pas. Nëse nuk mundesh t'ia dalësh me fëmijë shumë emocional, atëherë duhet të referohesh të ndonjë psikolog apo ndonjë edhe sociolog i cili të këshillon si duhet. Për shkak se fëmia ndoshta i ka disa emocione që nguron t'i thot me prind. Ja, okay. Nguron t'i thot para prindit. Edhe nëse shoh plot kolegë që kam që janë psikologa, kam problem me fëmijët tyre, i referojnë të një koleg tjetër, jo që të bisedojnë me ta, për shkak se ne nuk i dhojmë prindrit prap një dozë duhet ta mbojmë për vete, sepse ka ndodhur shpesh, ndoshta neve dhe na i kanë keq përdor gjeneratës tëm prind kur ju kemi tregu diçka, kjo po të pëlqen kjo, se sidomos në periudhën e adoleshencës ka të bëjë me sa simpatia, me gjëra të tilla, e shohim veten ndoshta pak më ndryshe dhe këto ngacmimet, bullizimet në internet, pra janë ato të cilat ndikojnë shumë në personalitetin e tyre, por unë tash mund të them lirisht që Akilin e kom pa dhe di që është një fëmijë mrekullueshëm, për shkak se nuk mundet me dal një fëmijë ndryshe kur i ka prindrit empatik dhe i ka me shpirt bardhë. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Por nëse nuk mundesh me ia dal, unë për Akilin jam këtu. Super, mirë, se filmat që na ke referu nuk i kemi gjetë në internet. Nuk e di, ndoshta veç jam fshi, nuk i kemi gjetë as në Netflix. Janë disa filma që ndoshta mundesh me i përmend edhe për dëgjues tanë. Po, unë janë disa filma të cilët unë i shikoj me ëndje,
Unë edhe shikoj edhe filma vizatimor shpesh. Në përgjithësi dhe unë jo, ma shumë e juniorit. Për shkak se ka shumë, ajo çka duhet një fëmijë me pas një film sot, se unë shoh se fëmijët janë të ekspozuar shumë kur i përmendin disa seriale, Breaking Bad e gjëra të tilla, ato nuk janë për fëmijë ato seriale. Fëmijët duhet të koncentrohen në filmat e cilat janë familjar, ku nuk ka aty sikur lloj sitcomi ku ndodhin komediat çastit atu dhe i bën mundi mirë. Jo me pas ankth dhe me shiku se çfarë po ndodh me film. Do me thonë ato që i kam referuar ne kanë qenë Ditari një dështakut i ka 4 pjesë që është një film jashtëzakonisht shumë i mirë dhe ka dhe filmat e tjerë të cilët për momentin nuk po më kujtohen. Do të thotë kryesisht familjar. Jam filma familjar me çështje familjarëve, mesantarëve të familjes, si ndodhin disa probleme, se mëson edhe nga ata filma për shkak se e sheh që problemet në fund zgjidhen me bashkëbisedim, se cili fëmijë bën probleme, edhe na kemi bën probleme. Unë sa me relaksu pak bisedën, e nxona vetën një mramje me Akilin Shkova, e pash që po sheh një film, i thash çfarë është ky film? Ishte një adoleshente që sprovonte veten sa ditë do të qëndrojë në thellësinë e detit, dhe ishte kundër familjes, ishte dhe ajo e rebeluar, po. Po, i gjithë shteti ishte në këmbë me pa apo kalon një rekord ajo vajza. Ishte film i adoleshentëve në fakt, kur e pash. Edhe unë e shoh, thash, shumë shqetësim filmi, sa ishte të momentet, sekondat e fundit jetës, u fundosania, për një moment e kom gjetë Akilin, ma kapi dorën edhe tha, non, prit se do të ketë një fund mirë, në vetë sekondra ta kisha. Mos u shqetëso ti sonë po tregoj që është rregull, po. Që shëndimojmë një tjetrin në këto raste, nuk e di. Po kjo është ajo se ti ja ke dhënë shansën me diskutu lirë shumë, me qenë i lirë me juve. Se ndoshta gjenerata jeme kemi pas mall me po një film e prind për shembull. Po. Ose me pas në skenë, ndoshta jo pak e hishme, je një shumë sikleta. Prita, se do të ketë një fund të mirë, dhe kishte për fat të mirë, kishte fundin e mirë. A ka ndryshime, nuk e kom bëu këtë pyetje, që mos mu gjyku, se me nxipresin, a ka ndryshime në prindrimin mes zonave rurale dhe urbane? Ani pse unë jam këtu pro zonave rurale? Zakonisht thojnë në zonat rurale që ju në zonat urbane pilazëroni fëmijët më shumë, na po i mbajmë më shumë në kontroll. Mirë, po sot nuk po thuaj se edhe kjo pjesë është zhdukur për shkak të rrjeteve sociale secili pe ka qasjen e njëjtë. Mirë, po në zonat rurale ndoshta ka mbetur pak ai respektit, themi kushtimisht pak më i madh për më të vjetrit me ndëgju fjalën e tyre. Sot tek ne pra në zonat urbane kjo është më pak e theksuar për shkak se secili ndihen veten që është i pavarur, edhe pse fëmijët shpesh dinë me keq përdor këtë. Për shkak se derisa jenë moshën minore, atëherë gjithmonë një përgjithësi e prindit. Për ata ekziston edhe një moshë 18+ që je i pavarur dhe mund të bësh çfarë të duash. Mirë, po shpesh herë edhe unë kur diskutoj me gruan shtëpi, themi që në zonat rurale ndoshta fëmijët janë duke u rritur më mirë se në zonat urbane. Edhe unë besoj që rriten më mbar në zona. Për shkak të respektit, për shkak gjërave të tilla. Dhe nuk është dinamika e prindve njëjtë që është e jona, dhe kjo është pyetja që e rrallës që do të... Ki qasje ma shumë e fëmijë. Për shembull, ne sa dalëm në punë edhe kthehemi diku në ora 6 në shtëpi. Nuk kemi shumë qasje, për shkak se unë derisa të shkoj në shtëpi di që fëmia jem është kthyer nga shkolla dhe i ka 4-5 orë fri vetë me bëj çka don. Çka shikon me komfol me ato është diçka tjetër. Prof, a ndikon stresi dhe lodhja e prindve tash te fëmijët? Definitivisht ndikon, se ne kur kthehemi në shtëpi, thojmë, okay, sot jam i lodh, a ka mundësi nuk i marrëm fëmijët seriozisht në kërkesat e tyre, qoftë në kryerjen e detyrave të shkollës, qoftë në ankesat e tjera. Normalisht, unë e kam thënë edhe një herë, nëse nuk e di, kemi përmend radar, që do shta ja vlen milon disa gjana anash dhe të merremi me fëmijët për shkak se po rriten shpejt edhe kur po na ndodhin problemet, atëherë po shihet që ka qenë reflektim i mos punës tonë. Duhet balanci, apo? Duhet balanci, gjithsesi. Mirë, po në qoftë se bisedoj mirë me fëmijë dhe ata e kuptojnë kur ne jemi të lodhur. Pse dhe ata e kuptojnë kur ne lodhemi ndonjëherë dhe nuk mundemi të merremi me ta. Në qoftë se i kemi shpjeguar. Por jo për ditë. Po jo, absolut jo. Sidomos vikendi duhet kalohet me fëmijët. Pra, na falet nëse gjatë ditëve të javës jemi të ngarkuar dhe vikendin i dedikojmë fëmijëve, apo? Po ne realisht punojmë për me bëni të mirë për fëmijë më shumë. Për ta. Po, që
ti shkarkojmë ata prind që i Absolut. ngarkuam deri tashme përgjithësi. Ose ne, në qoftë se bëjmë krahasime, shohim që fëmijët e sotëm kanë lehtësira shumë më shumë. Do shta ne si fëmijë kemi pas ngarkesa më të mëdha. Sot ka qasje më të mirë, sot ki transport më të mirë, i ki gjitha gjërat, nuk ka, mund kujtohet për veti kur shkojsha gjatë viteve të 90 me një kurs kompjuterave në Dardani, nga xhamia e Llapit u dashke me shku kam deri në Dardani atëherë. Edhe mu kthy në Bramje, dhe në këtë mënyrë pra përveç që ka qenë ngarkesë psiqike edhe fizike, ka qenë për shkak se ka pas edhe patrulla policore që e kem gjithmonë është dashur mi shmang vazhdimisht. Shkurt, a ka nevojë më ngarku fëmiu me shumë aktivitete, me shumë sporte, me se jemi garë për ndrejtësia e në ngjarje. Kush ku pëlqen fëmijë? Po, ne i kom pa edhe shpesh dha kritika me shkencë, me rregulla, aktivitete jashtëshkollore mundet mi pas dy, një kurs gjuhës, piktur, muzikë apo gjërat e tilla, po tjetra duhet me qenë gjithë se si aktivitet sportiv. Super. Edhe jo që ne t'imponojmë çka me bë, po çka don fëmia. Super. Për shkak se e merr si aktivitet relaksues. Jo se nëse ne na pëlqen diçka, shko me dhun këto, atëherë fëmia e merr se është edhe aktivitet shkollor dhe nuk e bën dallimin mes relaksimit dhe aktivitetit që ka obligativ. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi me të pasë në studio, si gjithmonë. Gjithmonë kënaqësia është e imja dhe jam gjithmonë i gatshëm me ardh me dhënë sa do pak një kontribut vogël. Shumë faleminderit. Uroj mesazhit këtë shku në secilën familje të secili prind që shtyllë kryesore dhe arsye kryesore sot pse jetojmë janë tashmë fëmijët tonë. E i paqim gjithmonë. Ishte profa Jeton Brajshori, sociologu ndër më të mirët në vend sot në Radar, të cilin e falenderojmë, urojmë u taku vetëm për lajme të mira tash tutje. Dhe këshilla, jo problematika. Mund flasim për muzikë edhe për film, as e kem problem. Next time. Next time. Kthehemi pas pak, kam edhe diçka tjetër për ju.